Qa bëri nono? Bëri nono su. Veshi nono gjupin? Thaj mirë mëngjesi qupave. Flok të mami të zot, se që ka pa mëngjes. Hajde këtu. Oba, se dajt hipa këtu, që të dukesh te kamera. Prit, tregoj që qupave sa bukur je veshur, me këto pandalonat e gjera, si mami dhe babi. E zeza flok të mija. Anyway, se do t'i lëshoj për pak. Bëri nono. O, ty të falë zoti që i bere zinxhirin ti. Ta shi elastikën e flokut ku e ke? Ku e ke lan elastikën? Elastika, where is? Jo kaps, elastika. Ti kap mami bisht këtu. Where is? Wait, it's two. Ke futur të sirtari? Bëja pak të lutën? Ke futur këtu brënda? Yeah. Kur e futur këtu së pashun? Mos është e ana tjetër? Maybe this one? O, ty të falë të zoti ore që diti çdo gjë. Atje ku e kështë e futur vetë. Sa i bukur që je! Thoj qupave ka veshur këtë bluzën, se e kam njësoj me dadin. Edhe këto tutat, thoj, njësoj me mami dhe me dadin. Tuta? Gjinse, thoj, gjinse. Gjinse. Yes. Thë që mami të dua, I love you të dua, I love you të dua, I love you, I love you të dua. I love you to do, 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 I love you. O jeta ime ti që më kërnaq më të rtitën. Okidoki, ta që kësaj bukurie? I love you to do, I love you. And the different nice. Then, Është shumë nice. oh, come on, babe. O, koma, pa, Please koma. see. Neve do dalim për të bërë ca foto. Tha Albani, me që i këthoj babi ti mi veshur njësoj, thoj? Oba, që. Tha Albani me qënë se kishte parë një park të lezetshëm. O, së shikoj gjë që shikoni ju të shi. Me që se kishte parë një park të lezetshëm, tha hajde shkojmë bëjmë ca foto, më flokët e mija të parregulluara. Edhe me qënë se unë nuk kam as një foto të sakt të shtatzanist, thash okej, hajde bëjmë, edhe u veshëm shumë me këto ngjyrat. Do ta hedhim të plera se kemi qese tjetër. Edhe u veshëm shumë me këto ngjyrat të vjeshtës. Do me thënë me bluz, me ku ta vëmë këtu, ta vë këtu poshtë me mirë. Një sekund, këtu të mira dhe të bukura. Të vë këtu. Dhe veshëm po thoja me këto ngjyrat e vjeshtës, me qënë se kanë rënë gjethet. E do bëjmë një foto të kaj parku. Unë se di se kush park është, po përgjithsisht parqet tani të gjithë janë bërë njësoj. Dhe me qënë se do bëjmë të kaj parku, thash okej, po vesh. Edhe unë rroba këshu, si qunat. Gjinse me bluz, me këtë ngjyrën. Gjinset sigurisht që i kam në zbërthyrë se nuk mbërthehen. Dhe ka ardhur dita të vesh pelicën time që ja bëra 10 dhurat vetes. Më duket se nuk u kam treguar, ju kam treguar vetëm atë të zezën, fantastiken, po kam edhe këtë, që është lëkur e vërtet. Nuk e di mirë se nga çfarë kafshë është bërë, sigurisht që e kam blerë të përdorur. E bleva në eBay, këtu te një gocë. Më dërgoj dhe është shumë e mirë. Po se kam veshur asnjëherë, sot është hera e parë që do ta vesh, edhe nuk e di po them me çfarë kafshë është bërë, më duket se me një miusha, ku di unë, me diçka të tillë, a me një ketrusha, nuk jam e sigurt. Edhe kështu. Ta vesh se Albani tha që për jashtë po bën shumë ftohtë, më qenë se po bën shumë ftohtë, unë do vesh këtë, se kam vetëm një bluzë edhe kam barkun jashtë. Ndërsa çunat kam veshur nga 2 bluza dhe do veshin një lek sipër. Prandaj se do thoni ti çunit i veshe një lek pa mëngë dhe për vete po vesh pelice, e kam siguruar dhe lokanin me 2 bluza. U lodha që tani. Po pija këtë kafen. Shumë e mirë frappuccino që e kam blerë tek Aldi, që nga Starbucks tani po e shikoj. Shumë e shishme kjo, se më erdhi për të pirë një kafe të ftohtë sot. Edhe u lëvaj qik që të dalë pakës mirë tek fotot. Kështu.
Do ikim tani plasa vape. Edhe do t'ju marrë dhe jo me vete. Hajdeni me mua të bëjmë foto. Say cheese! Ja edhe veshja jonë për sot. Si që thash, jemi veshur me këtë tonet e vjeshtës, të drejt njësoj. Sidomos ta çunat një. Po unë fiksova që ti kishe veshur jelek të zi, prandaj vesha të zi unë, ti si vesha blumë. Skaq. Shumë, do ikim tani dhe flasim më vonë. Dadi më tha që është shumë ftohtë për jashtë, edhe unë vajta vesha peliçen, edhe kur pa me peliçe qeshi. 4 gradë ke. Më ftohtë se kaq. Unë jam mësuar se punoj ndërtim jashtë të ti. Del në foleja. Fix. Ndërsa Logani ti vesha një bluzë pijamesh poshtë, edhe pastaj këtë si tënde edhe jelekun. Se ndryshe do t'i kisha veshur gjukë. Po kur je në makinë, që të bien ato rrezet e diellit, duket koha e ngrohtë, thua ti o zot, ç'a më shukë trash. Kur del për jashtë fryner aty po thua, kjo pelicja më ndaga vaj. Sidomos kjo se diles. E bon së ndjej. Janë dizë që këtë. Jo, nuk e dua, as që kanë nezë, për vesit Po djel. shpëtova sa që ikin punë dizë këtë se diles. Ngrom pravanicë më gjesë Po pse qa, levitasush. Dash s'ka ardhur dimri akoma, ama deri tani koha ka mbajtur fantastike. Sot ndrohet ora, e diela e fundit të tetorit, edhe Ora është ndruar. është ndruar, sorry. Mami, dhe për top. Se kjo ora 11 Stop mami, thot. Se ishte 12 tani ora. Edhe ta mendosh ka bërë vetëm kjo java goxha ftohtë, sepse deri tani ka qenë kohë shumë e mirë, fantastike. Tani okay, nuk na vjen mirë, po vjen nëntori, kështu që fantastike, yes! Fantastike. Kështu gota, ne do flasim më vonë. Puç. Duket se I bien tutat edhe ati. Po, duket shumë një. 100, pusha 100. Do të barku im duket këto. Okej, unë do të kështu. Ti, që të dorën këtu që të dukesh të dorën këtu. Pra ka përsa më shumë drejt posë. Kishe ka kamë në qesh? Kishe të kamë të Kishe fare dorën, që në dorën. Këto janë vështirësi për të bërë shkollë. E ke aty mikrofonin. Nuk gjota I larg. Rroba. Po thoja që këto janë vështirësi për të nxjerrë foto të bukura, u levitosun tani. Në dorën të barku. What is that? Jo, nuk ka bëzo buka. I kanë dhe lutëm? Papa. Ja. I dhe zogu të hajt. Ik Logan. Ik aty Logan. Like this. I kanë dhe nënës? Say cheese. I love you so much. Like this. What kom ti të dhe Like this. Zhvishu dhe zhvishu. Hello! Puçe mamin, puçe bebin të barku. Like this. Say cheese!
bëm ca foto e 1-2 video të vogla, se u fokusua më shumë tek fotot sot se sa tek videot. Edhe tani do ikim në shtëpi. Unë me këtë pelicën jam fantastike, shumë ngrohtë, edhe pse fotot i kam bërë pothuajse të gjitha pa këtë, po nga qefi i fotove s'kam ftohtë në fakt. Ndërsa këta çunat më duket se po fillojnë të kenë ftohtë, se janë veshur me jelek, kështu që do ikim. Albani më shumë se s'ka veshur bluzë poshtë. Ti dadi që zakonisht vesh bluzë poshtë, sot nuk e pas ke veshur. Ky parku shumë i lezetshëm, siç e shikoni, goxha i madh, nuk kishim ardhur asnjëherë këtu. Edhe këto ngjyra tipike të vjeshtës tash. Fantastike. Kështu goca, më zor po pres që të vete në shtëpi të shikojmë mirë fotot, me çaj hodhem një sy të shpejt duken shumë bukur, po të shikojmë tamam. Edhe më zor po pres ti pastaj. Ku je nono? Mele. What's that? Oh, ky po mbledh sa gjëra si fana ngjajnë këto, po se di se ç'a janë. Logan, hajde bëj çik xhan këti. Bëj çik xhan këti. Dil këtu në mes. Hajde, mos ke frikë. Sorry. Sa po erdhëm në shtëpi, Loganin e zuri gjumi, si gjithmonë sa herë që jemi në makinë, Loganin e zë gjumi. Dëra këtë peshkun për ta bërë sot, do ham peshk, e djela jonë është e peshkut, edhe morëm disa midje, se mi ishte fiksuar, kishte goxha kohë, por nuk po gjenim, shqyqyr zotë gjetëm sot, thjesht kullojnë të shpifë. Dhe do bëjmë këto, do më thënë midje, do skuqim me ca patate, edhe midje do t'i ha me bukë të thekur, se kështu po më hajnë. Dhe gjithashtu doam të bëjmë edhe tiramisu, por problemi është që nuk gjejmë dot nga ato biskotat e tiramisus dhe morëm nga këto, morëm 3 copë të tilla. Biskota janë, kështu që njësoj do dalë. Pastaj morëm edhe krem, gjëra ç'a duhet tjetër. Albani i di për bërësit e tiramisus, edhe kështu. Përtoj të gatuaj. Po do më ndihmoj Dandi. Midhje do t'i bëj ai, edhe tiramisun do t'a bëj ai. Unë base bëj peshkun. Logan, që do hash ti shpirt? Do hash pjatën më të bukur ti? Ke bubu, ku e ke bubun? Ha? Ke bubu të byqa? Po ku e ke? Dhe kjo është shpirt.
Logan, të kërkojnë qik qupat. No, nuk do flasësh. Nuk do i tregosh se qa do hash? Oh, no. Sa po përfunduam me gatimet, nuk e keni dhënë sa shumë jam lodhur. Këtu, patate të skuqura, karrot, Ky po tregon pjatën e vet. Edhe brokoli, edhe peshku. Kam bërë një pjatë me bukë të thekur për mua dhe nonon. Edhe patate, edhe brokoli, edhe baby corn. Unë do ta kafshoj dal. Ajde këtu te mama. Thoya çik çupave ç'a do hashti? The hostel. Ç'a është kjo? Baby corn. Baby corn. Karrot. Buk. Patate, jo buk. Patate. Baby corn. Jo, brokoli. Tash pse ngatron se I the njerë. Baby corn. Baby corn, mirë na hajnë baby corn. Dhe kemi edhe këtë tasin këtu me midhje që I ka bërë dadi. Do tash? Hajde goja. Të hapi mama? No, hape këtë, hape këtë. No. Shumë të mira. E tani do ham bukë se jemi shumë të uritur. Do bukë të thekur? Po ju thoya që kam bërë këtë pjatën gjysmë me bukë të thekur dhe gjysmë jo. Po të nxori mami këtë. Sepse unë dhe Logan e kemi shumë që e bukën e thekur, dadi nuk e do. Thoya është bukë e thekur. Okej, tani do shkosh te vendi jot, se do hajde mami bukë, okej? Hajde. Kujdes kamën? Opa. This camera, I finish. It be bike. It's right. It be boom cola and still and Tregoj çik çka po bën dadi. hick. Çfarë bën dadi? The finish cola. Near my teacher cola. It is some. Çaj kamerën sipër, ta tregoj çik dadi atë. It's them and Stella. Okay. No. Go. Go. Ma kamerën damet lutem. Why? Të lutem se do ma thyesh. What? Kamerën, where is camera? Do të flas mami çupave. Ma jep çik please. This? Yes. Okay. Oh. Inte Logan. So? Da thosh zolloj mësire të edhe. Kur është tiramisus? Dadi ndau tiramisun, se nuk po duronte dot, donte të hante. Donte të hante. Thot që more çunat me rrove. Edhe thot që kjo mund të jetë çfarëdo lloj ëmbëlsire përveç tiramisus. E më mirë tash I ti, biskote dhe krem sikur qa është. Po është e mirë, a ka shihet lezetshme. No, be nice. Se nuk do hash ëmbëlsirë. Okej? Neve s'ka po hëngrën bukën dhe hëngrën fiksit ca dërkuca të vegjël. Me ruam pjatat, kishin dalë fantastike, kisha nuk e di sa kohë pa ngrënë midhje, sepse s'kishim gjetur. Pse ai ja ka dhënë shihen tjetër? Do blinim një krem neve për të bërë tiramisun, atë kremin që duhet. Çfarë ta hequr tani? Një sekond. Edhe thot Albani, kemi krem në shtëpi? Kemi, thashu, sepse kishim, por nuk ishte krem për tiramisu, se qa kisha marrë një gjë tjetër. Edhe mori vetëm një ai. Dhe ai kremi që kisha marrë nuk ishte I duhuri. Edhe ai thot Albani I ka dhënë pak shije tjetër. Shërci ka kjo.
nuk është më piksur tamam, ra pak, se donte akoma të piksesh. Ka një 2 orë që është bërë, sa gatuam neve. Bërëm këtë të parë, pas e gatuam. E më se shumë mirë është. Shumë e mirë. Ka një qikës shije tjetër nga tiramisuja, e vërtet. Po është shumë e mirë. Bas janë edhe biskotat që nuk ishin të duhurat. Po këtu shumë vështirë t'i gjesh ato lloj biskotash. Hi, Nana. Hi, my skirt. Yeah, sit down here, please. Tani do kemi... Shh, be quiet. This. Be quiet, lutem, mos fol. Tani do kemi një Timu haul, se nuk mund të kem një video. Pusho, one moment, flas mami, pastaj nono, wait. Kam marrë disa gjëra të reja nga Timu, që kanë disa ditë edhe sot ju erdhi radha për tu hapur. Në fakt unë i kam hapur, i kam parë sigurisht se nuk duroja dot, por do t'ju tregoj edhe juve. 2 prej tyre janë të njëjta, edhe janë kosh për banjon. Wait, Abby. Okej, hajde hapet këtë. Thank you. Unë do hapë tjetrin, ndërkohë që Logan hap atë. I pashte webi edhe më pëlqen shumë, sepse ka këtë ngjyrën si ngjyrë druri, nuk janë dru, janë plastik, por gjajnë sikur janë dru tamam. Më duken shumë bukur, më kujtes më shpeshur. I kam sjell me këtë të mbyllur, sepse kanë këtë gjën këtu nga brenda, që do montuar për ta bërshtatur që kjo të hapet dhe të mbyllet vetë, si duket shtypet kjo edhe hapet vetë. Tani mirë, kjo është pjesa e koshit të brendshëm, ku do hidhen mbeturinat, ka këto të dyja. Të dyja? Po tregon edhe ky bashkë me mua, që mund t'i vendosësh qese e të gjitha këto, dhe ndërkohë këtë e vendosim në këtë pozicion të brenda. Kështu, të vegjël, po shumë të lezetshëm, mora sigurisht 2 për të dyja banjot. Tash unë nuk e di në qoftë do mundem të montoj këtë gjën apo jo. Kjo është kështu. Unë ndërkohë jam duke xhiruar me 2 kamera, prandaj mbas e shikoj një këtej. Kjo ka këtë vrimën këtu dhe thjesht vendoset brenda. Nuk e gjej unë tash. Pa, si që tash shtypet, po a tregon edhe kë. Okej, hajde më këtej se nuk të shikojnë. Dhe një gjë tjetër që më pëlqen shumë, që e kam porositur për herë të dytë nga Timu, është kjo pasqyra gjigande këtu. Tani, po them pse e kam porositur për herë të dytë, sepse e theva pa dashje. Pa ta porositur, rregullohet që kamera atje lutem, baby, të vockën. Pa ta porositur një herë si kjo. Edhe e kisha gati 2 vjet. Këtë përdorja unë të tavolina ime e make-upit, dhe tani që erdhëm në shtëpinë e re, nuk e kishim montuar akoma në mur, thjesht e kisha lënë kështu sepse akoma nuk kam gjetur saktësisht se kur dua të vendos tavolinën e make-upit, e cila ando vë dollapin e gjëra të tilla që nuk janë bërë ende gati, dhe thjesht e kisha lënë, siç po them. Shtyva pa dashje krevatin e Loganit. Krevati i Loganit kapi këtë bufen time të make-upeve dhe pasqyra ra. Kur ra kjo mua pikoj se më pëlqente jashtëmase shumë, ishte shumë e bukur. Ka ardhur me këto 2 bukpeshkët. Edhe po thoja që më pëlqente shumë sepse e kam edhe me pasqyrën tjetër njësoj, me pasqyrën që kam poshtë të madhen. Kam edhe këto gjërat. Në qoftë se dëshiroj ta vendos në mur edhe këtë, që më shumë mund si do ta vendos në mur, por kur ti vidita. Tash është kështu. Tamam pasqyrë. Kjo ka një çik këtë formën pakës fare më ndryshe nga ajo e para që kisha unë. Unë e kisha më të shkurtër edhe pak më të gjerë. Kjo është me hollë edhe më gjatë, po që është pothuajse e njëjta pasqyrë me këtë të zezë
Shumë e bukur, më pëlqeu shumë edhe siç thash, kam edhe të madhe poshtë, kush më ndjek e di e ka parë edhe atë pasurinë e madhe që mbajt e salloni, që është gjigande dhe është e zezë fiks në këtë formë kështu rrethore. Meqense më pëlqen edhe shumë. Mora edhe këtë. Këto nuk është se rrin bashkë që të kombinojmë njëra tjetrën, njërin e kam sipër, njërin e kam poshtë, po ideja që e kam pasyrat e njëjta. Edhe kështu, shumë e bukur. Madje kjo më pëlqej ka më shumë se ajo e para, se i vinë edhe këto pjesët këtu poshtë. I vinë pak më rrethore në krahasim me tjetrën. Edhe që ka goxha më rënd nga ajo tjetra që kisha. Nice. I like it. Ka dhe këto për ta montuar në rast se duam. Si thash, cheese! Ne mushk. Po preka të kamerën tjetër aty poshtë. No, mos e prek të lutem. Kodet sigurisht mund t'i keni në për ekran, ose të kutia për shkrimit, ose në për komente, varet se ku do të postoj këtë video. Okay. Thank you, Timo. It's very hot. Qa po bën aty ti? It's popcorn. Ha? Lak e bukur. Popcorn. Ka vash. Mirë që është mbyllur ai kavanozës. Këtyre çunave ju vajti mendja për popcorn. Tash kush e kishte idenë nga ju të dy për popcorn? Ti? Ha? What? E diti që për bebat nuk është mirë të ham popcorn? Yes. Peppa. Yes. The popcorn. Jo, bebat, Logan, no popcorn. Ochi popcorn. No good. Ha. Të më sekre. Kur të? Nuk Popcorn's delicious. No, it's not Popcorn delicious. is delicious. Është delicious për mamin dhe babin, jo për nonon. No, Jo, no, zoom. jo për No bebat. popcorn. Po mos e prek se është very hot. Look, look up there. Mommy. Mos e prek Logan. Mami s'po e prek, mos e prek as ti. Lere më rëth, lere të marrë javu, lere. I ke dhur vaj edhe krip. Ja, se digje dhe një kështu. Ku ti vajti mendja nga ju dy për popcorn? Ky. Pse ishte dyshuese kjo përgjigja? Ky ka që shpejt. Lera aty more, atje te bluza. Now, most daddy. Mos. Start to blusa. Qa po I thoj dadit ti? Thoj dadit, what's your name? Në shkriu deri tani. Qa po I thoj dadit ti, what's your name? With the football. Do t'i fusim brenda ato, po dale. What's your name? What's your name? Ha. Alban. Alban e ke emrin ti? What's your name? What's your name? Daddy, Alban. Pyte dadin se ka e dati emrin. What's your name? Charles. Pyte one more time, s'ta thot, one more time. What's your name? Charles. Please, no. Yes, holiday. No. No, Charles, nuk e pëlqen, thoj tjetër. Okay, George. My name is George. George, yeah, I like George. No, Alban. Është më qërë mua? What's your name? Very well. Logan. What's your name? No. Oh no. Oh dear. Daddy. Do vi makina policisë për tali, se është shell shumë. Police car is outside. L-O-G-I-C. It's a big bus car. A kërdesu që di të lexosh ti. E, po, po sa makina policie do vi për datin? 100. 100 do vi, shumë mirë. Ashu, binajstoj se të erdi policka për jashta. Big bus car. Be nice.
Gjove. Edhe Victoria ban. Ja do të zosh. Vinajs dhe atë ban. Banai. No. O, dia, dhe të qanë të badi atjo. Kështu, sa herë dikush bën gabim. Sa herë dikush bën gabim dhe nuk sillet mirë, na vjen makina policisë në këtu. Very hot. It's very hot, don't touch. Po, sa hot është. Oh my gosh. Oh my gosh. Vad sydd som så fina igen kom. It's popcorn. Popcorn, yes. Delicious. Delicious. Mos e prajt të nxerën, se shumë e të tani. No. No, more. Është dadit. Është për dadin? Kan göra det upp då. Jo me të turë, sa e bën shumë mirë, s'ka gjë. Që na shkri... Ouch. Så bättre. Bättre pop pop. Pa fix pop për popcorn. This coming big one. Kapshë të pak të. Rire. Sa i shposh dhe rire. Ri. What was that? Po të ramore. Olo, se s'ka me. No. Të bjesh brapa, olo. Të trami dadi kë? Noti. Very hot. It's very hot, ore dadi. Kan det man kan. Kom igen. I'm popcorn. Åh, Jetty. Olo. Olo, mor shpirt, olo. Olo, se të mba mami. Kë noti dati e ka fajn. Shiko, kemi one more atje. Po s'kana prezzo. Mama të da nono. Sa të. Nu går spela. Nice? You have a cream? Ja, Yeah. How's chicks come? Zero. The very boom. Not secret. Delta shikojnë qupat këthej. Bëj foto, tha. Bëj one more. Bëj një foto tjetër. Po s'ka për video. Bëj një foto tjetër. Para se ti ham, bëj foto, tha urdhro. The window is is parkour. Parkour. Next the door is the door. The strangers. You're dangerous. Boom. And then the door. And then this. And then boom. The door. Ashtu dhe. And this door. And the Arati. door. Subeleza. And is the bell. E bëri vlogun për qupat. det passar inte. Bravo shpirt. Jo, fryre. Fryre more. Okej. Hajde, nëse është e mirë. Nice? Është e mirë? Mos ujtë, do të zbres mami. Po. Ha, këtë në të tha urdhra. The window is hand is parkour. Parkour. Next the door is the door. The strangers. You're dangerous. Boom. And then the door. And then this. And then boom. The door. Ashtu dhe. And this door. And do subeleza. And is the bell. Logan hëngri ato kokoshkat, bashkë me neve, hëngrëm edhe në të dy, edhe kanë ngelur disa në fund, këto, kanë ngelur goxha do më thënë, dhe do t'ja ribëj edhe një herë, që të mos zëru lërima taman. Ndërkohë që pres të bëhen këto kokoshkat, duhet të sistemoj edhe pak kuzhinën, sepse lavastovila ka mbaruar, këto enët këtu që i lava me dorë
duhen vendosur për vende, edhe kështu do më thënë. Një gjë që kam shumë fiksim është që të lë kuzhina. Që bëjde? Sa bukur e ke vendosur. Bravo, më dres po flet mami çupave. Love you. Po thaj një gjë që e kam shumë merak është që ta lë kuzhinën përpara gjumit dritë. Nuk e duroj dot. Të zgjoj nesër në mëngjes dhe të gjej kuzhinën lëmë që kam si vdekje. Ndërsa kur e lë kështu të pastër, më duket sikur kam më pak punë për të bërë nesër. Të paktën kuzhinën e kam të rregullt. Kështu mos djeg vajin. Ky cif, në qoftë se thuhet cif ose kif ose ku diun se si thuhet, Clean Boost shumë i mirë. Po kërkoja një ditë Pink Stuff atë spray, se zakonisht atë përdorja, ose ishte edhe një spray tjetër. Ja harrova emrin, edhe ai shumë i mirë. Ka si në përbërje klori më duket. Edhe atë e kërkova nuk e gjeta, që zakonisht i blija të dy ata. Dhe më vajti mendja, më vajti syri, më saktë bjemi te ky cifi dhe më kujtoi që mami im në Tiranë e përdor, edhe është shumë i mirë. Kështu që e mora, unë nuk e mbaj mend nëse e kisha përdorur ndonjëherë apo jo, po vërtet goxha i mirë. Edhe tani jam duke larë me këtë, fantastik. Edhe më duket se është më i lirë sa i tjetri Pink Stuffi që merja unë. E bën sobën xiz, lavamanin xiz, për çfarë është? Për sobë. Që nga dhe për atletet. Të atletet nuk e kam provuar, më janë bërë që ato me kujnë të pis. O të vdes që mësë dhe ti mua shapkat. Po shapkat e tua ku i ke? Me janë bërë që me kujnë të pis. Do të provoj t'i laj me këtë. Se thot që qënë ka edhe për atletet. Nice. Mos e prek lutem se është... Siko, bej. Yes. I don't do anymore. You told me, yeah, I know. No, jo më përshirë lutem se është i pastër ky. Do t'a fshi mami, pa merak. Oh no! Mbarova pastrimin e kuzhinës për të larë raftin këtë bangon sipër, kjo është fantastik. Shumë e mirë. E heq komplet yndyrën, e pastron, edhe jep edhe një shkëlqim edhe një si aromë shumë të lezetshme, shumë të mirë. Very nice ky. Ndërsa për të larë këto kanatat, nuk e përdor këtë, nuk e kam përdorur ndonjëherë. Këto kanatat e bufes time janë, nuk e di çfarë materiali janë, po të japin një ndjesi, sikur po i lave shumë herë, do t'y dali ngjyra, boja, do dalin si letër, nuk e di, nuk e kuptoj dot. Edhe akoma nuk e di se me çfarë ilaçi duhet i pastroj, ose ndoshta thjesht me feri, base. Po ky është shumë i mirë për pjesën sipër, si dhe cifi për këto gjërat e tjera, lavamanin e sobën e kështu domethënë. Po do ta provoj për atletet, siç thash se nuk e dija që ishte për atletet. Tani do iki të pastroj fytyrën sepse kam vendosur make-up që në orën 10-11 paradite diçka e tillë aty kur u bëm gati për të dalë. Edhe po shkon ora 9:30. Duhet të heq make-upin, duhet të lahem të bëj dush se nuk po duroj dot. Edhe do shtrihem, por nuk do fligjum, do editoj. Ne keni vënë re që kohët e fundit janë bërë goxha aktive në YouTube. Gjithatë mungesën e madhe, po e mbush tani nga fundi. Edhe po ju pëlqejnë videot me sa po kuptoj. Si thoni? Sa vendos këtë make-upin në fytyrën, më pëlqen. Por kur vjen puna për të pastruar, edhe sidomos që zakonisht i bie në darkë vonë, kur je e lodhur, nuk është se më pëlqen dhe aq shumë si procedurë, pavarësisht se ta mirëmbaj fytyrën, kjo po që më pëlqen të bëj ato gjërat e skincare-it e kështu. Momentalisht nuk është se jam duke bërë ndonjë gjë të madhe. Zakonisht mbrëmjeve kam vendosur vetëm kremin, një krem hidratues, që ta kem sa më të butë, nuk kam vendosur serume. Akoma s'kam porositur atë hyaluronikun, më mbaroi ai që kisha dhe duhet porosis hyaluronikun, po atë të The Ordinary, sepse ai më ka pëlqyer më shumë nga të gjithë. Edhe kështu, ato serumet dhe gjërat që ju tregova përpara ca kohësh, i pata bler një herë tek Tiki Max me shumë çmim të ulët. Disa prej tyre nuk e kam përdorur, sepse edhe kam pasur, domethënë, kam pasur të tjera, të hapura. Kështu. Po këtë The Ordinary duhet ta porosis patjetër, është fantastik. Më ka lënë shumë shije të mirë në lëkurën time. Urdhroni. Qelbur.
Nuk e din qofse e dëgjoni këtë gjë në dëgjohet apo jo, po është kjo aspiratori që quhet kjo i banjës. Tani po vendos vetëm vitaminë C, kremin hidratues, kremin e diellit. Do të thënë një rutinë shumë bazike. Për të mos e ngarkuar edhe për të mos përdorur shumë serume në këtë periudhë shtatzanie që jam, domethënë. Edhe pse sigurisht jam interesuar se kush përdoret dhe kush jo, patjetër. Tani pasi kam bërë këtë pastrimin e madh në lëkurë me ujin micelar, që përdor këtë, gjithmonë bëj një pastrim tjetër me këtë vajin e bebes, që kam 2 a 3 a 4 vjet, nuk e di se sa kam, ndoshta 2 vjet që kam bler, po nga që përdoret vetëm pak dhe unë e përdor vetëm për fytyrën, nuk harxohet kollaj. Edhe kollën kam mangut. Rreth çik në dorë, edhe thjesht masazhoj fytyrën. Edhe pas këtij hapi, pasi e kam masazhuar, gjithmonë bëj larjen, vendos larsin e fytyrës, e laj tamam edhe pastrohet bëhet zic. Në këtë rast, meqense do futem direkt në dush tani, larsin do ta bëj në dush. Nuk kam ndjesi më të mirë se sa kjo e pas dushit, besoj jeni dakord me mua. Tani do vendosim çik tonik edhe kremin tonë me kërmill, që është fantastik. Këtë tonikun e kam bler tek Rossmann, është nga Isana, super i lirë. Edhe kam një 4 vite ndoshta që përdor këtë lloj toniku, ky në fakt do kështu, ose ta bësh me pambuk. Po kur e bën shpejt, unë e bëj gjithmonë kështu me dorë. Ndërsa këtë kremin me kërmill, edhe këtë kam goxha vite që e përdor, e blej tek Style Vana, tek ai website-i që shet produkte që i ka të gjitha origjinale, është shumë i mirë. Nuk e di pse po mbet zëri kështu. Ky website i Style Vana ose është edhe Yes Style, edhe ata janë pak a shumë të njëjtë, domethënë, kanë produkte deri diku të njëjta, shumë të mira. Tamam origjinale, nëse doni të blini tamam produkte, të blini këto. Unë kam bërë një listë të Style Vana që do blej, disa serume, disa gjëra, do të tregoj kur t'i blej sigurisht, por nuk mund t'i përdor dot tani disa prej tyre, sepse nuk përdoren gjatë shtatzanisë. Okej, ky ta lë fytyrën të butë edhe do të marrësh vetëm një pikë. Shkon, nuk e di sa muaj shkon ky kremi, jashtëzakonisht shumë. Nga që përdoret pak, nuk harxohet, e ka këtë të mirë. Edhe nuk e mbaj mend se sa kushton, duke qenë se kam kohë që e blej edhe që kam bler këtë, domethënë. Kisha një tjetër, një që kam pas bler tek Aldi, shumë i mirë edhe ai. Thjesht mbaroj ai, tani po përdor këtë sepse këtë kam në shtëpi. Kështu goca, kjo ndjesia pas dushit, sot fantastike. Tani do ta mbyll videon këtu dhe ne do shihemi në për video të tjera. Mua.